E ke parë këtë video? Në Velipoj, policia është përplas me disa protestues për t'i hapur rrugën një projekti hoteli luksos të oligarkut Bashkim Ulaj. Qa mendimi ke? S'është as e para herë dhe fatkeqësisht ka përqenë as e fundit herë që qytetarët e thjesht zhvishen nga prona e tyre e lishme për t'u hapur udhë investimeve të oligarkëve. Oligarkët pasi kanë marrë shëndetësinë, arsimin, nën tokën, mineralet, aeroportin, portet dhe gjithçka tani janë turrur dhe tokave të fshatarëve dhe qytetarëve të tjerë të Shqipërisë, sepse duan të akumulojnë me çdo kush, duan të zënë pozita monopolistike, duan të përvetësojnë komplet potencialet turistike të Shqipërisë, kështu që sot ndodh me këta Ulaj, dje ndodhi me Samir Manen që do të marrë ujin e banorëve të Trajgjasit, me të tjerë oligarkë si Rok Gjoka në Zaldajt që ka ndërtuar një gurore atje, pra oligarkët për a marrin gjithçka. Në kanë marrë në tokën, ujin, pyjet, tani duan të marrin edhe tokat në emër gjithmonë të ashtu quajturit ligj të investitorëve strategjik, nuk është gjë tjetër veç se zhvatje e qytetarëve për hatër të oligarkëve. Të falenderojmë.